Mirëmëngjes, sot do flasim mbi një pyetje shumë të rëndësishme. Por kush janë argumentat e Bashkisë Tiranë që sipas të cilave është justifikuar lejimi i 10 milion metër katror ndërtimi dhe më tepër që ka lejuar administrata Velia në këto 9 vitet e fundit, 8-9 vitet e fundit. Sepse pati disa argumenta, duhet pranuar ai pyetet nëpër televizione, varësit e tij kryesor pyeten dhe këta kthejnë një përgjigje. Dhe kush janë tre argumente kryesore? Së pari është argumenti që na vjen nga Zoti Rama Zoti Velia në vetë parë. Nga vetë Zoti Velia i thotë që Tirana po rritet në këtë dekadë që jam unë kryetar bashkie me 22 deri 25.000 banor në vit dhe në këtë kuptim mua më duhet që t'i strehoj këta njerëz. Kështu që na duhet të ndërtojmë. Ne nuk ndërtojmë dot vetë, por ndërton sektori privat, ne e lejojmë. Në kuptim si logjikë trash, por jo në kuptimin profesional. Kuptimin urbanistik të fjalës, njerëzit që administrojnë një qytet duhet të njohin një instrument shumë të rëndësishëm të kontrollit zhvillimit në territor. Ai quhet kapaciteti maksimal mbajtës dhe përdoret për të gjitha dimensionet e urbanistikës, nga një blok banimi deri tek një qytet, edhe më gjë. Por me që jemi te qyteti, mbetemi te qyteti. Në këtë kuptim, Tirana, Bashkia Tiranë, në kuptimin administrativ tani të fjalës, duhet të kishte kuptuar që ka një kapacitet maksimal mbi të cilin Tirana urbane në këto kondicione që është sot, nuk mund të marrë banor të rinj. Kjo është një teori që është kthyer në praktikë që në fund të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit të 20 në shumë qytetet të rëndësishme të botës, në shtetet e rëndësishme të botës, për kryeqytetet e tyre ose qytetet e tyre të mëdha kanë marrë masa për mos rritjen e qytetit më shumë se sa ai kapaciteti maksimal mbajtës që përmendëm pak më parë. Të tilla janë është Britania për Londrën, Franca për Parisin, e kështu me radhë. Shumë për mos të gjitha. Tani kanë filluar vendet e Amerikës Latine, jo tani, por para 20-30 vjetësh që janë fokusuar te këto balancime të shpërndarjes popullsimit territori, një çështje shumë e rëndësishme për mua që unë e kam trajtuar shumë, sepse atje nis çdo gjë. Në këtë kuptim, kryetari i bashkisë nuk kishte as edhe administrata tim kishte asnjë arsye pse të jepte kaq shumë leje për të pranuar hyrje të reja në Tiranë. Jo, është plani i cili vendos se sa banor do të ketë qyteti. Është një vendim i cili merret si në kuadrin politik, por veçanërisht në atë teknik, sa është kapaciteti mbajtës së Tiranës, sa qytetar mban Tiranë. Dhe kjo në mënyrë eksplicite duhet parë me qytetet e tjera. Siç kuptim ka që të sjellin gjithë Shqipërinë në Tiranë. Por edhe kjo është një çështje tjetër, edhe këtë e kam trajtuar me shumë shqetësim, sepse është problematikë e madhe shumë në kuptimin e planifikimit hapësinor territorial dhe urban. Kthehemi te çështja. Pra, jo vetëm që nuk qëndron që me që njerëzit duan të vinë në Tiranë, ne duhet të ndërtojmë, por shkenca edhe pengon këtë, thotë totalisht të kundërtën, shëmbëj uzura në gojë Francën me Parisin e saj, Londrën e Britanisë, e kështu me radhë shumë qytete, shumë shtete me qytetet e tyre. Së dyti, 10 milion metër katror janë shumë. Shtesa që edhe pretendon te Zoti Velia, pra rreth 220.000 deri në 250.000 banor të rinj në një dekadë, nuk e justifikon 10 milion metër katror banim. Është edhe në këtë kuptim, edhe sikur ta pranojmë argumentin si të qenë që është i gabuar, totalisht i gabuar, biles shumë më tepër se i gabuar, është kriminal, dhe për shumë arsye, sepse cilësia e jetës urbane që ne përjetojmë sot vjen pikërisht nga këto ndërtime e reja. Por edhe për faktin sepse shifra nuk përputhet me shifra e banorëve të rinj qytet, nuk përputhet me sipërfaqen e lejuar. Sipërfaqja e lejuar është shumë më tepër në kuptimin teknik të fjalës. Së dyti, vim te argumentin edhe koha. Së dyti koha na tregoi që në fakt Tirana nuk u rrit me 220.000 banor për 10 vjet, por u rrit vetëm me 40.000 dhe jo për 10 vjet, por që nga viti për 12 vjet, që nga viti matja e vitit 2011.
Dhe u rrit Tirana e madhe, qyteti i madh i bashkuar pas reformës së 2014-s. Jo Tirana e vogël urbane që ishte para vitit 2014, para se të bëjë reforma, e cila në fakt ka rënë me 29.000 banor. Ajo pjesa e Tiranës që ishte përpara vitit 2013, ose që le të themi administroi nga zoti Basha, nga zoti Rama para tij e kështu me radhë. Pra dhe nuk qëndron, jo vetëm që nuk qëndron shifra, por mbi të gjitha, teoria na thotë që nuk ka asnjë arsye pse të rritet Tirana një qytet sepse duan banorët. Banorët duan, por duhet kontrolluar zhvillimi. Prandaj dal shkenca, ka ardhur shkenca e planifikimit territorial, jo kot. Nuk ka ardhur kot, ka ardhur të dhënë përgjigje ca pyetjeve që kanë shoqëritë, ose ca problemat të japin zgjidhje ca problematika që kanë shoqëritë. Një argument i dytë që ka sjell, këtë e ka sjell të dy argumentat e mëtejshëm i ka sjell nënkryetari i bashkisë në debat me mua. I pari ka thënë, pra nënkryetari i bashkisë zoti Mazniku ka thënë që neve po lejojmë ndërtimin e kullave për të rritur densitetin, sepse rritja e densitetit nuk na dëmton tokën në periferi, se dy janë mënyrat, dhe i kishte edhe dy janë mënyrat, o do rrisësh densitetin në zonën ekzistuese, o do të shtrihesh duke urbanizuar teritoret tjera që më parë ishin tokë bujqësore, tokë e gjelbër e kështu me radhë. Dhe këta kishin zgjedhur të para. Në fakt një gënjeshtër e madhe sepse të gjithë e dimë që përveç se kullave, dhe kur them kullave nuk flas për superstruktura, dhe flas për kulla, ato që i solli modernizmi në fillim të shekullit, në mezin, në vitet 30 të shekullit kaluar, 30, 40, 50 të shekullit kaluar në vazhdim. Por edhe ka të shtrirje. Në fakt Bashkia e Tiranës vetëm për këto leje, po ja leje komplekse zhbanimi suburbane të të shtrira, duke shkatruar territorin bujqësor dhe atë në gjendje natyrore, për të ndërtuar banesa një familjare që e kanë densitetin shumë të ulët dhe të shtrirjen shumë të madhe. Dëmin që i japin dimensionit territorial komit është shumë i madh. Çka është, sikur se thash, gënjeshtër, këta po i bëjnë të dyja, pse e zën vetëm në gojë këtë? Dhe argumenti i tretë, po i dytë për zotin Mazniku ishte që duke ndërtuar ngushtësisht, pra duke rritur densitetin, neve do ulim, si thua, trafiku në rrugë, nevojën për infrastruktura të tjera, edhe mundohet ai me ato, siç e kishin thënë, interpretoi pak shtrëmbër, por gjithsesi interpretoi dhe tha që këtë na thot edhe shkenca, po dhe është e vërtetë, zoti Mazniku kishte drejt, kuptimin teorik ekziston një rrymë shumë e fuqishme urbanistike, ku bëj pjesë dhe unë në botë, ata quhen neotradicionalistë. Neotradicionalistë, pra ata kërkojnë të rikthehen kohës kur projektohej mirë urbanistika, do thotë para viteve 1920. Edhe më përpara, urbanistika tradicionale. Dhe një nga aspektet që ata si thua prezantojnë ose mbrojnë, advokojnë, është rritja e densitetit. Rritja e densitetit në njësinë e sipërfaqeve të banorëve. Dhe duket sikur janë si thua paralele me këtë që na thot zoti Mazniku. Jo, është gënjeshtër e madhe. Sepse Tirana socialiste, ajo që kemi Tirana është gjithë qytet socialiste, ju nuk e dini, bile do të duket e çuditshme, është një nga vendet me densitetin më të lartë popullsisë në kohën e vet. Megjithse ju mbani mend hapësirat të hapura, pallate vetëm 5 kaçe kështu me radhë, densiteti ose numri i banorëve për njësinë e sipërfaqe ka qenë shumë i lartë në kohën e socializmit. Tani kësaj kemi shtuar ca tjera. Ndërkohë, neotradicionalistët flasin kryesisht për vendet që janë zhvilluar kryesisht në banesa një familjare të tejshtrirja dhe ato mendojnë që ti duke i rishikuar, rikonstruktuar, rijetëzuar në volume më të larta, por më të larta 3-4 kaçe. Paka shumë duke ju afruar, se thuash, realitetit urban të Shqipërisë socialiste, pra me pallate 3-4-5 kaçe, shumë familjare, me ato hapësirat e hapura e tjera, lagjet këmbësore, kompakte gjithsesi, këmbësore dhe me biçikletë, pra një sër gjëra që kanë lidhje me densifikimin e një gjëje që është e tejshtrirë, sikurse janë lagjet suburbane në Amerikë, sikurse janë shumë qytete të reja, qyteza të reja në Britani e kështu me radhë. Pra, të rrisim densitetin që të shkurtojnë, ta bëjmë qytetin më kompakt dhe ka kuptim, por të rrisim densitetin në një vend ku densiteti është shumë i ulët, jo në një vend ku densiteti është i lartë.
Prandaj nuk qëndron asnjë nga argumentet e Bashkisë Tiranë dhe Koana e vërtetoi. Ne sot kemi mbi 50.000 të deklaruar apartamente boshe, që në cilat nuk jetohet, kemi ndërtesa të mëdha një familjare 4-5 kaçe ku jetojnë vetëm 2 pleq, pra nuk ose 3-4 veta, nuk përputhet me hapësirën e ndërtuar si tregues për çdo banor. Gjithë kjo është një sipërfaqe jashtëzakonshme e ndërtuar dhe në thelb janë para të cilat ne i kemi betonuar si shoqëri dhe nuk na duhen përveç se kemi dëmtuar territorin. Këtë ka bërë Bashkia Tiranë, dhe po flasim vetëm Bashkinë Tiranë, por në fakt shumë qytete ngjashmërisht Durrësi, por në një masë shumë të vogël, Elbasani, Fieri, Vlora në një qytet tjetër, por pakrahasimisht në mënyrë pakrahasueshme me Bashkinë Tiranë. Këto ishin tre argumente kryesore që jepni elita e Bashkisë Tiranë. Një pjesë të madhe më është dashur t'i replikoj në televizion direkt, se kam qenë në debat direkt në kryetarin disa herë, edhe kemi folur për këtë çështje. Por asnjëri nga këta nuk qëndron. Pra është një gabim të cilin nga çdo anë do ta shikosh, është një gabim në përmasat e një krimi urban. Pse krimi? Sepse ne jetojmë ashtu siç jetojmë. Bëjmë 2 orë në ditë me makinë për të vajtur në punë, për të çuar fëmijët në shkollë. Nuk çon fëmijët me makinë në shkollë. Por që kjo të ndodhi, duhet që lagja të ketë shkollat e veta dhe ti ta çosh për dorë. Nëse është më i rritur, të shkoj vetë. Ka një strukturë urbane, formimi i një forme të mirë urbane, e cila na lejon të bëjmë jetë të mirë. Neve, mënyra e zhvillimit nuk e mundson, është shumë larg kësaj strukture të mirë menduar teknike urbanistike. Dhe kjo është arsyeja pse vuajmë. Ju ne vuajmë sepse zoti Veliaj, para ti pak zoti Basha dhe akoma para ti shumë zoti Rama kanë dhënë shumë leje në një hapësirë e cila duhet ishte e paprekur, sepse vetë densiteti ishte i lartë. Këta e kanë shtuar. Në kuptim, këtu po e mbyllim, ne këtë çështje do ta vazhdojmë nga çështjet e tjera.